Unë kam pas, kam pas fatin që të jem kundër ti. Do të ai ka luajt mbrojtës në FC Baza dhe unë kam qenë mos vetë për to. Po, kam qenë sulmues të FC Tuni dhe më të vërtet në ato kohë kur kemi qenë kundërshtar, them ndoshta mas pjesës parë ose gjatë përfundimit lojës gjithmonë ka qenë po çka vrapon ti ka shumë, çka angazhohesh, është e pamundur që të kontrollohem. Po si thom, ato kanë qenë momente që unë kanë qenë ajo forca, ajo arma. A ki kontakt me ta, vazhdon me pas kontakt me ta? Kështu kontakt të rregullt nuk kemi, mund takohemi ndonjë vend. Po një herë nga e kaluara. Absolutisht. Kam pas edhe si trener të FC Tuni. Po. Do të thotë kemi pas 2 vite punë. Ai ka qenë trener, unë kam qenë lojtar, kam qenë kapiteni FC Tunit. I FC Tunit, edhe besoj që kem kaluar jashtëzakonisht mirë. Si thojmë, ka momente që lojtari gjithmonë është pak i pakënaqur. Po ajo është personale, edhe unë ka pas momente që nuk jam kanë i pajtimit me vendimet e tija, po mbi të gjitha në fund është treneri që ka përgjegjësinë, edhe në fund ati mund të shkojë edhe si thojmë